Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fjala e tauhidit, fjala la ilaha illallah, është fjala e vërtet dhe fjala më madhështore. Nëse njerëzit e kanë detyrë që ta kuptojnë atë dhe ta zbatojnë. Dhe jeta e zemrës duhet të jetë e lidhur me këtë fjalë ashtu siç shpirti është i lidhur me trupin. Kush vdes duke qenë i sinqert në këtë fjalë, duke realizu edhe zbatu atë, ai do të jetojë një jetë të mirë, por edhe do të jetë prej të shpëtuarve në botën tjetër. Për këtë fjalë Allah subhanahu wa taala i krijoi krijesat, ka dërguar pejgamberë, ka zbrit libra. Për këtë u kriju xheneti dhe zjarri. Fjala la ilaha illallah është çështja më madhështore dhe më e rëndësishme në jetën e njeriut, që me e kuptu dhe me realizu këtë dëshmi. E për me e kuptu, atëherë do të me mësu të dish kuptimin e saj. Sepse kjo është thelbi i fesë dhe është përmbledhja poshtë e islamit. Fjala la ilaha illallah, ndoshta shumë njerëz e thonë mirë, por nuk e din kuptimin e saj ose e kanë kuptu gabimisht. Nuk është thjesht një fjalë që shqiptohet me gjuhë, mirë po do të dalë nga thellësia e zemrës, me kuptim ta kuptoj atë dhe ta zbatoj, që të ketë gjurmë kjo tek ai person. Është fjalë e sinqeritetit, është fjalë që e veçon Allah subhanahu wa taala në adhurim. Është fjalë madhështore. Andaj, cili është kuptimi i kësaj fjale, fjalës la ilaha illallah? Spari, kur themi la ilaha illallah, ndoshta tek shumë njerëz qëllimi i kësaj fjale është se nuk ka krijues tjetër përveç Allah, ose nuk ka Zot tjetër përveç Allah, edhe ndalet me kaq. Mirë po, domethënia nuk është këtu. Nuk është vetëm kaq. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është dërgu tek mushrikët, ata e kanë besu se Allah është krijues. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wala in sa'altahum man khalaqa la yaqulun Allah." Nëse i pyet ata se kush ju ka kriju, thonë Allah subhanahu wa taala. "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah." Dhe nëse i pyet ata se kush i ka kriju qiejt dhe tokën, ata do të thonë Allah. "Wa man yudabbiru al-amr fa sayaqulun Allah." Dhe kush është ai i cili i zotron dhe i komandon çështjen, thonë Allah subhanahu wa taala. Ata kanë besu se Allah subhanahu wa taala është krijuesi, Zoti. Mirë po, kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju tha, "Qulu la ilaha illa Allah tuflihu." Thuani la ilaha illa Allah në mënyrë që të shpëtoni. Ata thanë, si thot Allah në Kur'an: "Aj'ala al-alihata ilahan wahida." Ai bëre të gjitha ata zotë adhurues në një të adhuruar të vetëm. Inna hadha la shay'un ujab. Më të vërtetë kjo gjë është e çuditshme. Do thotë ata e kanë kuptu këtë fjalë, e kanë kuptu mirë fjalën la ilaha illallah. Andaj edhe nuk e kanë pranu. Nuk e kanë pranu ashtu siç Allahu na tregoi në Kur'an. Ata kanë kuptu se qëllimi i kësaj fjale është që adhurimi, i gjithë adhurimi, çdo ibadet duhet i takoj vetëm Allah subhanahu wa taala. Do thotë çështja e fjalës la ilaha illallah nuk është për qëllim vetëm tek tauhidi rububiyes. Don tek njësimi i Allahut në zotërim, se Allah është krijues, Allah është Zot, Allah është furnizues. Jo, për shkak se këtë dhe armiq më të mëdhej të kësaj feje, si Abu Jahli, Abu Lahab e të tjerët, e kanë besu se Allah është krijues, Allah është furnizues. Mirë po prap nuk e kanë pranu këtë fjalë. Për shkak se kuptimi i kësaj fjale nuk qëndron vetëm këtu. Fjala la ilaha illallah përmbahet, mund të me nda në dy pjesë ose dy shtylla. La ilaha edhe illallah. Pjesa on la ilaha ka muhim, ndërsa illallah pohim. Këto janë dy shtylla të kësaj fjale.
La ilaha, thonë la është për qëllim, nuk ka këtë rast, është mohuese. Ilaha, fjala ilahun, në gjuhën arabe ma'luhun është për qëllim ma'bud. Ma'bud do thotë i adhuruar. I adhuruar, thonë që e meriton të adhurohet. Dhe kjo është me ijma të gjuhëtarëve në gjuhën arabe. Se kjo fjalë ilahun është për qëllim ma'bud i adhuruar. Dhe jo kë kufizim ose kjo kuptim që me thonë krijues. Ilahun ma'bud i adhuruar që meriton të adhurohet. Dhe kjo është pjesa e parë që e përmban fjala la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha, nuk ka të adhuruar tjetër që meriton të thotë të adhurohet. Pastaj është pohimi. Illallah. Në tash ti po pohon që ai i adhuruari që e meriton më adhuru është Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe thot nuk ka të adhuruar tjetër me të drejt përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Po e mohon çdo kënd tjetër dhe çdo gjë tjetër e cili pretendohet që të jetë si adhuruar. Dhe këtë po ja pohon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Për shkak se i adhuruari që e meriton të adhurohet është vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj ky është kuptimi i kësaj fjale. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allah. Nuk është çështja vetëm tek zotrimi, se Allah është krijues, furnizues. Mirë po çdo ibadet tjetër duhet të jetë vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk do t'i shoqërohet askush atij në adhurime. Çdo gjë do të jetë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë kuptim e gjejmë në Kur'an. Tek fjala Allah subhanahu wa ta'ala. Për shembull, Allahu në Kur'an thot: "Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi." Thot për kujto, i dërguar, thot Allah subhanahu wa ta'ala, kur Ibrahimi i tha babait vet dhe popullit të tij, un jam i larguar, unë jam i distancuar nga ajo që po adhuroni ju. Dohan po vjen mohimi spari. Unë jam i distancuar nga ajo që po adhuroni ju. Pastaj thot illa alladhi fatarani, përveç atij që më krijoi. Ai që ai do të më udhëzoj. Do thot se pari po distancohet nga çdo gjë që adhurohet përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj këtë po ja pohon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, që adhurimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu si shembull tjetër, Allah në Kur'an thot: "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha." Kush nuk i beson tagutit, çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, e i beson Allahut, do njerë po është me muhim. Kjo la ilaha është për qëllim këtu, e kush nuk i beson tagutit. Pastaj illa Allah është këtu, e i beson Allahut. Ai është kapur për lidhjen me të fortë, e cila nuk ka këputje. Kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Në të dy shembujt po e vrejmë që kemi muhimin dhe pohimin. Të shembulli i parë ku Ibrahimi a.s. tha: "Unë jam i larguar dhe i distancu për asaj që adhuroni", është kuptimi i fjalës la ilaha. Pastaj illa Allah, përveç atij që më krijoi. Do thot, kjo i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj fjala Allahut, fjala e tauhidit la ilaha illa Allah, ka edhe kushte. Ashtu siç është thënë, domthon se fjala la ilaha illa Allah është çelësi i xhenetit. Mirë po çdo çelës i ka dhe dhëmbët e tij. Andaj edhe fjala la ilaha illa Allah i ka dhëmbët si çelësi i xhenetit, dhe ato janë kushtet e saj. Mirë po, kjo është
shkurtimisht dhe përmbledhurasi kuptimi I fjalës La ilaha illallah, wallahu a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.